e përshëndes plotësisht këtë deklaratë. Isa, ka një linjë, ka një grup, të themi, rrymë, të cilët vërtet nuk realizojnë dot dallimin midis kandidatit të pavarur dhe të mbështetur nga parti politike dhe kandidatit jo partjak të propozuar nga parti politike. Kandidati jo partjak i propozuar nga parti politike është kandidati partisë politike. Kandidati i pavarur, të cilin zgjedhin, i cili ka ndonë njërë pavarur, por partitë politike e gjejnë të përshtatshëm për ta mbështetur në interesin më të mirë të qytetarëve, absolutisht, në qoftë se është i pavarur, nuk ka pse të bëjë asnjë fushat me kryetarët e partive.